Nga 17 dhjetori dhe deri më 15 janar të gjitha produktet bazë të shportës janë në monitorimin e Autoritetit të Konkurrencës për të ndalur abuzimet me çmimet. Konkurenca thot se në monitorim do të përfshihen produktet bazë, makarona, oriz, miell, vezë, sheqer, vaj ushqimor dhe pije alkolike. Monitorimi synon parandalimin e çdo rritje të pajustifikueshme të çmimeve dhe të praktikave të ndaluara apo të bashkërenduara ndërmjet distributorëve, tregtarëve me shumicë dhe rrjeteve të supermarketeve në dëm të konsumatorëve, thuhet në njoftim. Një monitorim i tillë kryhet çdo vit për shkak të tendencës së tregtarëve për të rritur ndjeshëm çmimet për shkak të shtimit të blerjeve nga qytetarët prej Krishtlindjes dhe ndrimit të viteve. Gjatë këtij viti, inflacioni është luatur në shifrat e 2%, sipas të dhënave të Instat, ndërkohë në nëntor shtrenjtimi i qerave dhe produkteve ushqimore patën ndikimin kryesor në rritjen e inflacionit në muajin e kaluar. Sipas raportit të Institutit të Statistikave, inflacioni në nëntor ishte 2.1%, ndërsa vjet në të njëjtin muaj ishte 2%. Krahasuar me vjet, të gjitha kategoritë e mallrave kanë pësuar shtrenjtim, por kryesojnë çmimet e qerave që u rritën me 4%. Një nga faktorët kryesor për shtrenjtimin e qerave sipas ekspertëve është turizmi, i cili ka ndikuar kërkesën për prona me qera, kurse brenda grupit të ushqimeve, shtrenjtimin më të madh e ka patur bulmeti me 4.9% dhe produktet e mishit me 2.9%. Autoriteti i Konkurrencës shton se u bën thirrje të gjitha ndërmarrjeve që operojnë në tregjet përkatëse të respektojnë rregullat e konkurrencës së ndershme dhe të shmangin çdo sjellje që mund të cënojë funksionimin normal të tregut.